Procin e mbaron. Po kjo është historia e një sage tjetër. Kjo histori e prek secilin nga ju. I prek edhe ata atje. Kjo është historia që kur nuk mbaron. Drive Me Crazy në Klan Radio dhe KTV. Përshëndetje për gjithë juve që vazhdoni shoqëroni me Koa Vision dhe me Klan Radio, por shpresojmë që keni pas ditën e mirë. Ka qenë nxehtë, po e ka kohën, kështu që nuk ka me mua anku. Sot nuk jam vetëm, jam me një kolege krejtësisht e re, domethënë nga dita e djeshme. Edhe po shpresojmë që keni me mirëprit. Kjo është kolegja ime e re, Fiona Qimatro Shuba. Përshëndetje. Kongratulecije jem sot në studio. Po më vjen mirë shumë që je bashku. Si po ndihesh, mos është veç emisioni i parë me ty? A ke emocione, se po shihet që ki pak emocione. Është apo skuqna pak, ha? Po sprish punë, është dita e parë, është që po zvret. Edhe pse s'kem e pas për krajën e telefonit. Faleminderit shumë, faleminderit. Për ata që se din, jem kon. Jo spoiler. Jo na tjetër ka qenë. Speciaroj heq poletash. Përshëndetje të gjithëve, uroj që keni pas ditën e mirë, kudo që keni vendosur me kalu dhe ju që jeni kon punë, uroj që keni kalu mirë kudo që keni qenë edhe keni pas klima. Sot kena me qenë bashkë si çdo ditë tjetër me një temë tjetër shumë interesant. Nuk e di pse u inspirova për këtë temë, ka ardhur kjo temë, po si do që tjetë shumë interesant. Shkollë, dashta. Kisha dashur më konë në ashensor në ato momente kur e bona temën. Apo kesh të jetë shkollë në katin e 7 si çdo ditë tjetër. Tema është këtu, ç'ka tema tem? Tema është shumë mirë. Jeni aty ku keni dashur gjithmonë? A je aty ku ke dashur gjithmonë? Gjithmonë se kena qitë në temë, po e lam kështu për me shtu, mos të bojmë shumë gjatë. Për ndryshe po, do më thonë krejt e kena një farë pikë synimi ku kena qef me arrit. Edhe sot e kemi një synim për të ardhmen. Po, mundet me shenë dhe farë shkurt. Po, sot a jena që aty ku kena dash dje. A i keme nu në herë vetën që keme konë sot këto ku je? One jo? Nuk, dere dikon. Para 10 viteve me mpyt se ku kime qenë, shka kime bo, kurrën e kurrës nuk e kisha venu. Para 20 viteve nashta jo, 22 viteve. Tash, tim, dalojmë pak unë e në këtë aspekt. Shtë që ty t'na më së ndërhy në këtë pjesë. A në që shmet, a dënë kështë që, o te. 20 vjetë, jo para 30, hajtë nesër. Para 30, po e ku me nuk. Edhe aty trok. Ngojna këngën e parë. Ma mirë është. Armend Rexhepagisi, dashni e vjetër dhe ky mo që mund këtë punë. Në ato pjesë më të ngarkuara. Sa për informat, për juve që ndoshta dëni me na ndjek, me na dhe me na pa përveç me na ndëgju, në petirin në Koa Vision mundën me na pa, të njëjtën kohë në koha.net, në glamradio.fm dhe në YouTube. Glam Radio Tek 86 mundën me na gjet, edhe me na pa drejt për drejt në to momente. Sa i përket komunikacionit, nga informatat e para që kanë arrit, na tregojnë për pjesën e rrugës Agim Ramadani nga Ullkryqi Menzës te komuna Vana Sjellta, që është pjesë e ngarkuar. E ngarkuar është edhe pjesa poshtë Veterliku deri tek rrethi Duplex, mirëqas rrethi Duplex, ka kolonën nga rrethi ambasadës amerikane. Këtu janë dhe informatat e para që kanë arritur sa i përket komunikacionit për ditën e sotme. Mos harroni për juve që keni nevojë për derivate me shkute Petrol Company, me ringmush makine me derivate më të mira, më cilësore, me çmime më të mira, shini keni me bë më shumë kilometra me të njëjtat litra, sepse janë më cilësore. E të njëjtën kohë, ju që mbushni makinën me më shumë se 10 euro derivate, atëherë keni me mundësi për me u bë pjesë e lojës shpërblyese. Qysh me u bë në Facebook, shkoni merrni informatat, edhe mësoni qysh mundri me u bë pjesë e lojës shpërblyese. Çef jon telefonata e parë po të pret me paturim. Faleminderit. Mos i e re. Meritoj sot të konë pak para, po vazhdoj. Alo, përshëndetje. Ma pret një mirë. Përshëndetje. Kushikja që shje? A ka ardhur je? Kjo e re, po, ne plakja. Jo, më çfarë? Është ka rajt. E kena gjetë një ide për juve që s'keni ujë. Jo, s'ka dhe sad. E kena gjetë një ide që shme u laq, mu pastru. Ta dërgëncimi ma ndej në Viber. Do të këtë dishqyshoj. E ta shka për atë video me ujë e kështu, po na kujtohet lagja arbëria pa ujë. është një, do më thonë, aj që është ngit tunë të cja besan. Gjode, qashtu është e vërtet. Po, për çata, ne me pra gjun këto që po keshim, na që kena ujë. Ju që keni ujë atje poshtë. Po bëni shakan me neve. Po bëjna shaka. Oj, kujshike, tregom sot, a je aty ku ke dasht? Jo. Pse?
Pse kum të pas që me kon ai dete, nai piscina, nai dikon. Sa me bëgë? Diku ku ka uj, me rëndësi. Ku ka uj, veç ku ka uj, se këtë javë dit na ka lu meq. Edhe temperaturat këtë javë janë ko gjatë nolta, kështu që uj sjell si nuk di çka janë tu prit. Mëngjes orë një gjysore veç ka një tro. Sa më u shishmu pak. Edhe unë al prap. Po, sholla pra kush kesh me neve. S'po gëzoj me thull. E vesh, thuj ko i shike, thuj. E vesh. Thuj. Jo e vesh, po hiek sikur nan këtë javë dit. Ku. Ani, okej, faleminderit. Amona nuk e kam atë fat. Inshallah nuk e ki atë fat. Që diçka që ndrojve në banimin, se kom problem. Hajde ku i shike, faleminderit, përshëndes shumë. Tung kalosh mirë. Hajde para se më shkut të telefonata tjetër shpejt, po ju rikujtoj që loja shpërblyese këtë verë ka me pas gjithandej. Do të kemi gjithandej loja shpërblyese, dhurata shpërblime, kështu që mos harroni krejt ju që doni e konsumoni dhe pëlqeni shumë Go Plusin. Nën kapak e keni një kod, edhe sa që e merrni atë kodin edhe shkruani te lojagoplus.com, keni me u bë pjesë e shortit për një avatar 12. Ky është modeli që Go Plus po e dhuron këtë verë, tet në Kosovë, tet në Shqipëri, ka filluar edhe me dhurimin e parë të veturave, kështu që regjistroni mbi 100 kode edhe keni me qenë pjesë e shortit për këtë super veturë, edhe kishin shkruajsim kur gjë jashtë çka ish mrena. Avatar. E ke po, do më thonë super veturë. Më thonë klem pa men. Është do më thonë diçka si në për filma kena po. Kështu që konsumoni, freskoni me Go Plus. Por ndryshe për juve që jeni komunikacion, mos harroni me na dërgu informatat, me na tregu se ku janë ato pjesë më të ngarkuara, qasja për te krethi, ose qasja për te hyrja në autostradë atje në Bresi, në Fushë Kosovë për me vazhdu tutje në Vetërnik, është shumë e ngarkuar nga fshati Vragoli, tutje me kolon në këto momente. Pastaj e ngarkuar, po vazhdon e po mbetet pjesa poshtë Vetërnikut deri te krethi Duplex. Rruga Agim Ramadani ka kolon, është e ngarkuar nga udhkryqi i Menzës për te komuna, po e shoh deri tek Ministria e Arsimit atje që ka kolon, dhe po shihet pjesa qasja për te krethi prapa stadiumit edhe nga Arbria edhe nga rruga Tirana, që është pak e ngarkuar aty për mjë qas kësaj pjese. Vazhdoni na mbani të informuar, na tregoni për pjesë më të ngarkuar atë njëjtën kohë, po presim edhe telefonatat e juaja me na tregu se a je aty ku ke dash. A je domethënë aty ku ke dash, qoftë edhe sot ku ke mendu, po qoftë edhe për jetën të anësi, kështu, nëse ke mendu që unë ish dash me kanë që tu, me kanë që shtu, a je në qatë venda nuk je, ose edhe sot, që kojshika që tha ma herët, unë e ku menu që shta me shkun deti. Edhe unë e ku menu që këtë piksa jave, i bjen. Valla po bre, tu presh pak. Mos më konë në emision për një javë, po ja që... Po rena, nuk po më lem vet. Mos që është do më thonë kolege Revit sa ka fillu e kësi sene, edhe dhe ka vendos për mos me në lem vet. Edhe pak. Edhe so? E qëfar do të sot? Mos më befa so? 17. Edhe një javë. Qka din kjo, jo, dhe 2 javë, jo të përshëndesu në ty, po... Jo, ti më përshëndeti njerë, shdo që rada dhe komunë me të përshëndet. Qka din kjo me të përshëndet, kështu pa prit, pa kujtu, alo, përshëndetje. Përshëndetje. Hajde, përshëndetje, batirësie, si kalon? O, që mirë, rahat. Qështë e ke pas ditën sot? E kom ditë jo një prilli sot. Qka je të thomë, pëse një prilli sot? Po fa që i sot do t'jam një me një kolege tjetër. Sa aspo do këtë që është tjetra, su tjetërsua? Ja, valla, e Okej, po më vjen shumë mirë që edhe mas investimeve do dhanë. O bater, a je aty ku me ndonë? Po vallaj, që të ku me ndua, që të jam le, që të jam rrit, që të i kom bota të 5 vjetë, që të jam të ju këqyr juve që po duhe. Do më thonë, ti deri sot i ke arrit krejt ato që ke dasht? Valla, zdi që më kom ka kaluat diqka pa emri. Po më vjen shumë mirë, Bater. Bravo, bre. Bater? Që të vaj po të qep, me ju kalzua që të jam që po duhe me ju këqyr juve. Po më vjen shumë mirë, edhe na po të falenderojnë aty që je pjesë e jona që e merë mundin me na thirë gjithmonë. O, loj, se kanë problem këtë punë, me vogla është kjo punë. Të përshëndesim, shumë faleminderit shumë për telefonatën. Për ndryshe, për juve që po mendoni me shku atje, nuk keni atje ku doni, po doni me qenë në Gjermani, Zvicër, Sloveni, Suedi, Luksemburg ose edhe në Paris, Prishtina-ticket.net është operatori më i madh në aeroportin e Prishtinës me çmimet më ekonomike.
mundin me rezervu një bilet në drejtim të këtyre destinacioneve ose edhe në asjeltas me çmimin më të lirë. Krejt çka duhet me bo është me u fut tek prishtinaTicket.net edhe me bo rezervimin e biletës. Po. E para se me marrë telefonat na kena, se desha diçka shumë interesant me të kallzu. Alo, përshëndetje, ç'tash? Alo. Po ka jo telefonata. Ja, ju lutem. Okej, ndërpreje, veç sa mos i përmende qytetet evropiane, po du me të kallzu për një artikull që e publikova pak më herët në portalin ton, e që ka të bëj pikrisht me qytetet evropiane cim, por cila është më e jetueshmja, është publikuar sondazhi për vitin 2025, Vjena ka qenë për 3 vjet me radhë, e këtë vit pas ka ra nga froni, sepse tash është dikush tjetër në front. Është Kopenhaga që ka zgjedh qyteti më i jetueshëm për vitin 2025. Dhe të kom tregu për Kopenhagen, të kom thonë që për një me ta jep qatë ndjesi që për nga do që shkon ta jep ndjenjën që kështë mujt me jetu edhe me përballu atë qytet. Edhe prej 173 qyteteve në krejt botën, kriter ka qenë shëndetësia, arsimi, stabiliteti, infrastruktura dhe mjedisi. Diçka që neve se cila na mungon kështu me thonë të drejtën. E sot a ke sot? 30? Vesem të dosh me bot diçka, po. Era 33 keq që na kena me të paku vend. Mirë kishte Kristiane. Derisa shtetet e tjera zgjedhen domethënë po më të jetueshme të botën edhe ka 10 që kush është. Kopenhaga e para, Vjena ka rënë dytën, është në barazim me Zyrihun e Zvicrës, mandej është Melbourne në Australi, Gjeneva prapë në Zvicër, është Sydney, Osaka në Japoni, Auckland në Zelandën e Re, Adelaide në Australi, Adelaide në është më saktë, edhe Vancouver në Kanadë. E kena një lidhje të drejtë për drejt telefonike, po që e kena thirr vet që to, nuk ka pas nevojë me na thirr, edhe kom knacin që e kom lidhje të drejtë për drejt telefonike, se edhe Fionës ja bona surprizë. Është Arjeta Mjeku që vjen nga ujësjellsi regional Prishtina, është zëvendësja, edhe tek këshilli na myti Kojshika, me vëmendje, me vëmendje. Kojshike kur ki mulo. Se na tranoj Kojshika, Arjeta mirë se ke ardhur. Mirë se ju gjeta. Edhe po vjen mirë që po tani zonin bilet çështu drejt për drejt na herë. Po na herë bile, po s'po di as më kam po flas. Po fol me Arsim Limanin, je drejt për drejt në Glam Radio. Edhe me Fiona jemi edhe familjar. Po pas bilet çtu po më tani zonin. Po bile këtu. Bile këtu. Arjet përshëndetje edhe prej meje. Faleminderit shumë, përshëndetje edhe për juve dhe për punën tuaj të palodhshme. Faleminderit. Apo na tregon Arjet çka ka ndodhur me arbrisë, e kena do ndëgjues të arbrisë na tranun. Po, shumë e vërtet, ka ndodhur një destabilizim i gjendjes furnizimit me ujë para 2 dite, ku kanali i Bërlepensit është turbulluar për shkak të disa punimeve teknike që janë të zhvilluar në kanalin e Ibrit, kanal nga i cili ne marrim ujin e patrajtuar, për ta trajtuar pastaj përpijen në implantin e trajtimit të ujit në Shkabaj. Fuç Kosova, Drenasi dhe disa pjesë të Prishtinës nuk kanë pas furnizim me ujë të pishëm apo mungesë totale të ujit. Mirë po ditën e djeshme kemi filluar me një kapacitet optimal të bëjmë shpërndarje të ujit. Ndërkaq ditën e sotme kemi filluar me 3 implante të ujit, Albanik, Shkabaj dhe Badoc, me kapacitet maksimal. Gjendja pritet veç është stabilizuar në pjesën dërmuese, ka mbet Arbëria dhe disa pjesë të lagjës Matini, sidomos pikat e larta, me që rast pritet që deri në orët e sotme të mbrëmjes të rregullohet gjithçka. Kjo kanë po? Na nesër kena me dal, do më thonë shkëlqyshëm, këta të arbris nesër kanë me pas ujë se po ankohen, edhe nuk kena me pas mo këtë problem. Nuk e besoj që keni me pas këtë problem, vetë gjëra të tilla ndodhin, sepse kemi pas edhe kërcënime, fyerje të ndryshme. Mirë po ato nuk e zgjidhin situatën e furnizimit me ujë dhe as nuk shkaktojnë frikë apo diçka. Shqetësimi është shqetësim, secili qytetar duhet të drejtohet në mënyrën më të mirë të mundshme, sepse ne jemi ata që mendojmë për konsumatorët, sepse edhe ne vetë punonjës të ujësjellësit jemi pjesë e asaj ndërprerje të ujit që ka ndodhur aty për aty dhe është dashur të njoftohen qytetarët aty për aty. Ndërsa kur ka punime teknike të planifikuara, ne rregullisht bazuar në gjitha rekomandimet dhe ligjet e autoritetit rregullator për shërbimet e ujit, i njoftojnë 24 orë më herët. Jem mrekullueshme, faleminderit shumë që e ke do pa kohë për dëgjuesit edhe shikuesit ton me i dhënë këtë informat, edhe po shpresojmë që herën tjetër me të pasur në studio për me fol për problematikën e ujit, se do të thonë ka çka me u fol për këtë punë edhe. Veç edhe diçka një informat du me jap, për shembull liçeni Badovcit është ky që është. Edhe është në nivel të kënaqshëm.
ky liçe nuk ka ndryshuar. Ky liçe pellgu nuk është rrit, është i njëjti sikurse në vitet e 60-ta, 70-ta. Në vitet 60-70 nga ky liçe janë furnizuar 39.000 banor, derisa sot furnizohet 10 fishe ati numri. Andaj secili qytetar e ka obligim moral njerëzor që ta shpenzoj ujin në mënyrë racionale, në mënyrë që uji të arrijë te secili konsumator. Faleminderit shumë që e ke nda kohën për neve, të përshëndesim shumë edhe po shpresojmë shumë shpejt me pas në studio. Faleminderit shumë, çdo të mirë. Tom, që kjo i bjen atin, domethënë mos më kesh përdore kur ti lan durbe, nale pak ato atin, derisa masane kur ti bën do të sane mund të na funksionojmë me atë idenë që çka do që e paguajmë, që e thojmë lekun për atë punë, po kam të drejtë me shfrytzu sa të dua dhe me abuzu me ato. Kjo vlen edhe për rrym, edhe për ujë, edhe për gjithçka tjetër. Po e harrojmë me mendu pak në mënyrë globale. Këtu është edhe problemi që po kemi edhe shqetësimet që i ka bota sot. Nuk mendojmë. Anite, 39.000 tash është 300 fishe. Ai veç Prishtina, domethënë s'di. Nëse, për juve që doni me pas një veturë me 10 vite garancion mos m'ia baj, domethënë derti më asaj veture, shkoni tek Toyota, tek Auto Trader Toyota dhe mundeni me u bë me këtë super veturë. I keni disa modele, mundeni me marr familjen me kështu apo ju nxan çu po doni ose veç vetë nëse keni me ble, vetë shkoni edhe zgjedhni njërin prej modeleve Toyota tek Auto Trade me 10 vite garancion e 3 vite asistencë rrugore në krejt Evropën. Çe telefonata fion. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush telefonon? Më ndëgjuse nga jashtë. Nga jashtë, ku është ajo jashtë? Në Borr? Në qytet? Në Borr, jam dëm pritjes diku pa. Ku është ajo jashtë? Në Angli. Në Angli. A kemi bisedu edhe djam dokët? Sigurisht. Po mje. Dëgjuse nga Anglia. Edhe Arjeta mjekun e kam kusherin dorë. Çka jeve të thonë që do lëm një shumë krej. O bota e vogël është. Edhe mos më mujt me najt gati. S'pat faja Arjeta se do më thonë vishë kum shtim flok. Tap e kum. Shumë grua mirë shumë. Edhe familjarisht ata po, bravo. Je kish vetë mirë janë. Hajde tregom dëgjuese ti, a je sot aty ku ke dashur gjithmonë? Po me siguri, ku ndesh gjithë jashtë me kanë dhe jam që të miren. Do më thone ke pas të një mërë jetu jashtë, pse? Kushtet bre pak më të mira, më të rejem. Atëherë kanë qenë kushtet e vështira dhe ke dashtë me dal jashtë. Edhe a i ki kushtet e mira sot, shtrot pyetja? Me ndesh fush Kosovë, zbazan po mirë. Qysh edhe një fush Kosovë? No, jo është janë i qeli sitë, për me najt me qatë tje, pak më zërë ku me do diçka. Faleminderit shumë që na telefonove. Më ndirë qëfë gjithat mirat, faleminderit dhe na të përshëndesim. Komunikacioni edhe njerë për këta që janë në për vetura, pju të regojnë asë për me artë tek Prishtina, ka kolon nga Slatina, magistralja pej Prishtin nga Slatina e madhe, tutje është kolona deri tek Brescia. Pastaj e ngarkuar është pjesa poshtë Veternikut, po vazhdon me qenë me kolon në drejtim për tek rrethit Duplex, me kolon është edhe rruga Tirana për tek rrethi prapa stadiumit Fadil Vogri. Këtu janë edhe informatat e radhës që i kemi pranuar në 049978978, për ndryshe për juve që po shkruani çel ma opses ma çelo, vish vazhdoni me thirrje, domethënë çysh vjen rani që ashtu i pranojnë atë telefonatat, edhe smoj, domethënë me telefonat çysh me çel. Po. Alo, përshëndetje Viber. Alo, përshëndetje. Po, pres, po mojën e. Kush na ka telefonuar, Han? Rani vet. Si e si kalon? Okej, është dash me thonë. Po te s'po ma ndrën diçka fion kove të fundit. Ka njerë që shpën vore që po kua. Okej, do më thonë sot je si Orhani. Si Orhan, ma i qetë, ma i vutë. Okej, kur t'je okej, ma nervoz, ha? Ma në formë, ma në disponim. Ma në disponim je si okej. Okej. Orhan? Sot që këm përshtat temës, pa. Hajde të regom, a je aty ku ke dasht? Ja. Ku ke dasht me qenë ti? Po ne po kom lind në trupin e milionerit. Qysh ke lind në trup milionerit? Identifikohet si milioner kë? Qysh e ke di që ti e milioner? Ti këta që po thojnë nuk pëndi vetën gjalli qiku në s'pëndi vetën që shtu e ndi vetën milioner. Do më thonë ti kur ke lind në trup milionerit, po ja që nuk u zhvilluaj trup, u zhvillu trupi i Orhanit. Trupi që shtu që jam sot. A menon a erë që kime arrit me mriq atje te milioneri? Po me trup jam qashtu, më mend, kështu me në realitet jo. Veç realiteti, po mungon thuj se ketë kushtët i kumplotsu për me qenë. Okej. Po më pëlqen. Orhan, po të përshëndesim shumë, faleminderit shumë. Gati. Veç me pret. Gati.
shpepret kur të ko. Përshëndesim, ciao, kalofsh mirë. E leni milionat. New Yorku, a din që është qyteti me njerëz më shumë të milionera që ka? A i ka aja? Përmi 300.000 milionera janë veç në New York. 300.000. Përmi 300.000, 380 e diçka. Shko jetu, thonë, hoj fion. 383.500 që shtu diçka ke shifra se s'pe majnë me nësakt milionera në Londër. I bjen me konë. Përmi 800 janë persona që kanë investime kapitale nga 100 milion e sipër. Edhe ke ndo me kështu, do të thonë, muj me ta gjetë që ta është informacion. Jo s'ki nevoj heq, faleminderit se është në vet jashtë, po uj s'kena, kështu që s'ki nevoj. 300.000 milionera. So banori pa Prishtina? Në New York. Prishtina nuk e di so banori ka. Ne, se bjen Prishtina me rrëfin, që du dejtë Felizaj, kretë milionera. Ose i bike statistikisht 1 në 22 persona në New York me 100 milioner. 1 në 22. Pak të në bini milione ka pasurin. Që kësha pas shef me një qështu për Kosovën. Me thonë 300.000 milionera janë Kosovë. Shure, cem realisht nëse institucionet e këshin bo punën e vetë realisht që shdohët. Ne, jes, 33 heroj fion. Jo, kishin dalë shumë milionera në Kosovë. Shumë milionera kishin dalë në Kosovë, se për ndryshe, kjo situatë që është u përshkallëzu, nuk kishin mujt njerëz me mbjetu me jetu në këtë vend. Alo, përshëndetje Viber. Ka shumë njerëz me pasuri shumë të mëdha pak të kjarume. Alo, përshëndetje, su nervozova. Përshëndetje ko Avizionin. Faleminderit shumë, kush na përshëndet? Bukuria nga Prishtina. Ajde bukurie, tregom ti aje aty ku ke dasht. Po, shqisur zotit. Do me thonë, unë kam jetuar në fshat, edhe jam rrit aty, po jam shkollu në Prishtinë. Në cilin fshat? Në Barilev. Në Barilev. Edhe, cilat kanë qenë ëndrat e tua, synimet e tua? Shkollën e kam kry këtu në Prishtinë, kështu që gjithëm ka përqi Prishtina, kam pas shok edhe shoqet për Prishtinës, ju lakë mojsh aty në. Ajtë, se s'ko ke konë largë? Jo, është Barileva. Ok. 13 kilometra. Amo tash jetoj në qendër, midis qendrës. Ku është qendra për ty? Hajt kallzom. Ku me qendra në Prishtinë? Se këta Tulpjanës stojnë qendër, këta Dardani stojnë qendër, këta në Arbrit stojnë qendër. Unë jam në rrugë Tiranës, unë banoj në rrugë Tiranës. Rruga Tiranës është bashkë qendra e Prishtinës. Kush po thot? Po bashkë, valla. Kjo po thot? Okej. Ministrin pjesë kam në borë, fatën pesin. He, a jetu? Fola ministri. Apo të pengojnë këto punimet që në të Se keshtu sharru diçka. Me të vërtet jo punim, po tash rruga jonë është me të vërtet të punua, po e di që po punohet krejt, amo mu mas shumë të po më pengojnë këto të nistenishi muzika që ja ka fillu pesh tunës. Deri në ora 12 natës shumë një farë muzike. Jo, është veç festivali, është festivali. Organizimit është vera, lezet e ka. Po do me jetu në qendra aty të qendra, dure e muzika, të rruga Tirana po dënë të, nuk të gjo muzika. Amo, arsi muzika shumë e Papare plus. Une se dhja e keqe e mirë, po dënë të në qendrë Prishtinës, që është po menante? Qëre ti? Po. Plus papare, plus pipengon. Që ndërë mësë me të pengu në Barileva tje. Edhe muzike dhe plus krejt dritat, arsim ato dritat krejt në përdoma na hin. Disko. Po, që ndërë mësë me ti dritat në Barileva pet. Skotër Kolon, po jetojmë Prishtinë Kolon, po normal. Jo, e kemi edhe daljen tjetër. Po jo, i keni krejt. Jo, i keni. A ki uj? Po që s'ka, jo poshtë. Kemi vetë vërtet kemi. Edhe uj kanë ta. As nuk rëma asuj si rëma krejt uj i bjen me rëmjet lira. Arsim s'ka do këtu kur. Jo më çfarë? Fal Ministrisë Bujqësisë që kena këtu në bërë. Po, qysh se po ta dhonë nai ministër ngatë që të. Faleminderit shumë përshëndes, kalofsh mirë. S'kena ministri ofër, po jena dy shfaqë sheshit. Më thonë, e kom ato ministrin ngatë, mos janë një. Nuk është për atë arsye, po është qendër, ka institucione aty me rëndësi që nuk bën monali uji, apo kupton? E këtë najt, e më rëktu këtorin e kanë. Ai ka të vetat. Ai ka i sesin e vetë. Me sa në të vetat, ato e fion. E kanë ditë ku po vi. I kanë pru ato prej, okej. I kanë do më thonë, jam nale kanë të vetën. Nuk është jo Fion, nuk është si shpo duket. Ishta me thonë diçka po harrova tash. Harrova çka deshta me thonë se ti ma hupe. Deshta me shku prit veç pak se ç'ta shku. Ku po shkon? Atë në dikon. Jo, për ata që kanë mësu deshta me thonë, kanë një super mundësi me marr pakon trip, këtë ju që keni mësu drejt Evropës, kudo që shkoni, por edhe për Amerikë ka shumë pako, kështu që është më mirë me vizitu dyqanin e Ipkos, qoftë fizikisht apo edhe përmes rrjeteve sociale.
e keni kodin yll 345 yll 3 thurje edhe aktivizohet Paco Trip me 2 GB që zgjasin për 10 ditë. Është shumë e lehtë, thjesht të shkruani kodin edhe e lëshoni internetin edhe funksionon perfekt, kështu që nuk e keni gajle në internetit kudo që shkoni. Pse po kesh? Po kesh se Ermiri më ka kopë çatu më herë domethënë që kesh të sharru. Ermiri ndinte gjusion për ministrin Arja, në ministrin Rat, në ministrin Rat. Unë kesh tash ashtu e kam javrin, çamë po. Jo, në kesh të fol diçka. Sadiku e ka kushërin ai sa? Se di Sadiku që na thirr. Po, se domethënë këto probleme thirr shkurt. Alo, përshëndetje telefonata e radhës. Për kam mësuar anglisht në Sadiku. I ka rapi shmon për emër e mbi emër që s'di. Jo, bash është i lumtur. Kush na telefonon? Ai një dy mëra se po duket si kena ndryshuar pak. Kena ndryshuar. Si është me kolege 3? Kena ndryshuar. Po duket shumë mirë të gjysh, nuk e di. Seriozisht, po normal domethënë ka pas përmirësime, ka llajitje se anë ja ku ndru pa kuadrin e kamerës. Ja doktor. Po, kuadrin ma ka ndru diçka ma ka hub pak, po s'ka lidhje, është edhe make-upi, është make-upi i ri. Është PB Cosmetics. Po dita se inteligjenca artificiale çka s'po bën. Po dihet mo. Inteligjenca arsimale valla se. Që ju quani kongë aty. Kalzëm çati çfarë? Ai do një çaftyr? Ai do një çaftyr? Po. Ja është toksor. Ai aty ku ke pas shef, se s'mund ta më të mëson. Po çati konga kalzën. Shohëvi pak, nëse s'betan. Po s'moj. Edhe nuk moj. Dy duri ka mos vajgon. A bëdan ja? Ama një që shumë qëre, unë jam met rrugë, më ka up rruga në rrugë, bëca. Jam met mitës rrugë, jam nis rrugës, alos kom rrikër. A është që kjo? Po. Lej flesh. Goje mirë, lej flesh. Ja, s'kena shonë se në YouTube në nolë aty. Jo, është e bone për mirë, nuk e nolë, është e rregullume, më stanin. Qko, je të thonë 2 minuta me ngua? Po, është e bone për mirë, është e bone me inteligencë, e që të vërdet. Goje shë të Hajde të regon ti a je aty ku ke dasht. Unë e thashë me të rrugës në Milky Way, në rrugë qënë që të këmbu për rrugën, besë së puna. A ke arrit në ajer aty ku ke dasht? Po qëfar ti mëra. Se gjithë po mi dhe më përgjizet që shto di qysh asane asknej. Asane asnina besë. Që shto është vetë kjo, të asknej asane. Sakt. A dimre si këtë rrugën tjetër e kom pa morë, e këtë të rrugën kom dalë. Nuk e di që ka u bohesh këtë parë histori. Po ka e nisë, shtrojtë pytja. Ku pa të nisë që të ka ndru rruga? Se dena zvetë. Se di e që në nisë një farkua për dika, e ka qitë që të rka, e kërka. Qështu është kushtë në teritor të hujen? Më thonë, një ashtë toksor, vjenu i këtu në tokë, ta është të në ka me shku njëre. Qyre, ja kom po edhe orin se vëlloj për këherë, edhe kur për direshen në rrugë pa rrugë, apë kur për eshen në rrugë, për direshen në rrugë në ryshe, dhe mon. Edhe, po do që ke rruga në ryshe, ko që fort ja kom po orin, nuk u dhur keq. Do më thonë, gati e ki me arrit aty ku ke dasht. E diu në aty ku kom dasht, e diu në ku kështë dasht. Ato arroje tjetra është, kjo që s'kom dasht, apë po që ka fillu me më përqyja, në fakt. Unë po du me të falenderu ty edhe jo s'ke komplikume edhe po shpresoj me arrit atje ku dënë ti, se unë e di ku ki qef me arrit ja kena nis pak një kuptu botën e ka një vend që i ka qef edhe e thot gjithmonë publikisht edhe më mirë që e thot publikisht po me pas një emision me një radio, me një televizion dikun të më thonë që ndëgjot jo veç në fasën e vetë. Po, edhe dikosh nëse dëndë më thonë me pas një super emision, që ku është jashtë tërsori, edhe po, mundën e vish me marë me kesh, ku vish kesh edhe se ka problemis. Ju përshëndes, falimderit shumë. Ti të në mirë. Qau, tunë, a shkujnë atë në Albi. Po shkujmë dhe në Albi edhe këthejmë shpejt. Për ndyshe për ata që jenë të shku në Albi, para se me shku në Albi, po du mi ju tregu se e keni Rubinin aty. Edhe ndaluni për juve që doni me marrë dhuratat mira, stolit mira, edhe me gurçmuar diamantit, më thonë katën e dytë e kini aty, Rubinin dhe jo vetëm, edhe në qendrën e Prishtinës edhe në Ferizaj. Kjo është bota për jetimit jetësor, për jetimit që na ka ofru shumë. Na ka mësu për qysh mu vesh bukur, qysh mu dok tri kur i bojmë dë vjetë, për qysh mu dok serial s'kur duhet,
qysh mi kombinu ngjyrat. E qysh mos me pas komplekse. Na ka pru premierat e filmave në të njëjtin ditë me krejt botën. Në fakt, na ka pru botën Kosovë. Na ka mundsu mos me pas nevojë me kalu kufinin për me bleni setër të mirë. Shkallëve ka me nejt, e lojt më interesante që ta shilujmë krejt. Na ka kriju shprehje me familje mos mja huq as një vikend. Na ka mësu me bë dhurata speciale. E me kalu kohë kualitative me fëmijë. E me gjetë ushqimin më të mirë e më të freskët në vend. Që besa edhe online me porosit. Me padurim me prit Black Friday në dorë. E në dhjetor me dhurata me i gëzuma dashnit. Shumë qka na ka mësu. Po mas shumë ti. Na jemi mësu me ta. Albi Mall, gjithmonë vendi familjes sonë. DEB është këshilltari juaj financiar që kryen kërkesat tuaja me shpejtësi. DEB, mbështetja e fuqishme për biznese. Për një të ardhme më të mirë, ne jemi këtu për të të mbështetur dhe shpërblyer. Apliko për kredi personale deri në 50.000 euro pa hipotek. Merr kredit kartel dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar vetur. Banka Raiffeisen. Make it happen. Drive Me Crazy në Klam Radio dhe KTV. Po rikthehemi në Klam Radio dhe në KTV, po vazhdojmë po presim informatat e juaja të komunikacionit, më na tregu për pjesë më të ngarkuara të njëjtën kohë, po presim edhe përgjigje për pyetjen e sotme. Po doja me ditë se a jeni aty ku keni dosh? A keni arrit që ato që keni dosh në ardhë apet kjo? Mundeni me na tregu duke na telefonuar, mesazhet që po i dërgoni edhe përshëndetjet, ju përshëndesim krejt, po në pjesën e dytë kena me i pa edhe me i lezu, ato që kanë të bojnë me përgjigjen kena me lezu, këto që janë domethënë veç me përshëndetje i mojna veç për veti. Përndryshe Petrol Kompani, ato i them, bile që do i them drejt. Përndryshe Petrol Kompani po ju pret me derivatet më cilësore në të gjitha pikat e Petrol Kompani, si keni super çmimet ku mundeni me u bë dhe pjesë e lojës shpërblyese për juve që e rimbushni makinën me më shumë se 10 euro derivate, mundeni me marr pjesë lojës shpërblyese, me fitu shumë shpërblime, ka vetur, ka pushime, ka shumë shpërblime, mundeni me i pa edhe në Facebook tek Petrol Kompani. Kretu informata. Hajde tek shtyrum anaka s'na ka prit fion. Po, e presim tjetrën, po më kujtuni lajm që e pash për derivate që Kosova për çuditsim. Alo. Shpërblem mos e përmend? Ish dhe sot asë, mos e përmend, ishto. Nesër mas nesër fol. Po, se që s'di sa ju nis, mos e përmend. Veç edhe sot dhe nesër. E çepa. Se do më thonë dhone që ashtu bile sot. U gëzova që diçka sot syta den s'po di çka më thon. Ka mirë. E çka the marrët Kristiani? Numrin. Kristiani e ka jap numrin e mirë, do më thonë përgjigjen e mirë e ka. Numrin kur ka mu boku vendi. Hajde po shpresojmë. Po shpresojmë është numër me fat. Po s'është dhe jo vetëm. Alo, përshëndetje. Alo. Alo. Kush telefonon? Gozi. Përshëndetje. Hajde Gaz, përshëndetje. Long time no see. Që mirë, faleminderit. Jo. Te a je lodh? Ja, kapa. Mirë. Edhe Gaz, a je aty ku je dosh? Tregom ti. Valla, në thonë drejtën, jo. Aty ku më dosh. Pa i heret ta dullem jashtë vendit edhe në këpëtë në ondra. Cila ka qenë ondra jote? Ondra ime ka qenë të më honë të shkullës fillure, me punu dhe më honë në televizion, si dhënë si lojme dhe se të moderaturë, që të drejtim. Ka qenë ondra ime jashtë dhe herë. Edhe se ta dhe kom përvëndu, gazetarinë, kom punu media shumë, si të mon media shkrua, kam qenë bashkëpunëtor edhe i media gjermane dhe mon për Evropën e Lindure, që po nuk ka përmpush kur e shpirë të janë, që kom pozit më nëmër të mon. Po nuk është gjithçka për gaz vish me dalë në ekran, edhe ajo puna jote si gazetar, kontributet që ke dhënë edhe për Kosovën edhe atje. Më pëlqen jashtë Kosovës, çka ka bëu, domethënë, ka pasion, e don shumë.
E ka qenë një faqe në Facebook, e ka bot vetën. Tash janë mundësi që secili me realizu një emision, me bo një podcast, një çka do qoftë përmes rrjeteve sociale, domethënë nuk është patjetër në televizioni. Ja, e kuptoj, shumë e vërtet, po. A moni bona krahasimin mes moderatorit për shembull edhe gazetarit që është gjithmonë mbrapa kamerës edhe mbrapa lajmeve dhe çdo raportimit sakt që bëhet. Kështu që ajo është për më vlerësu. Ja, vesh na ka kuptuar ondra domosdoshmë që të thonë se triçi çu në punën që kemi po për shembull. Është dosh me Lorana shpak këtë dëshirën. Na kalon do na ka pres. Hajde kur t'jen Kosovë, hajde një ditë në radio, kena me të ftu, edhe kena me të ulqëto, kemi i dhonë lojmet, edhe kena me të adhonë gjatë video. Acim? Me gjithë dhe klasë. Ta jap një letër, i lezon lojmet. Cimi da ka orë, mirë jo, ka bo. Cimi këtu. Jo, cimi këtu konë, se ke potis, pesheti. Ja, se konë, Kishe në pushemi, thash u lysha ti poshtë, veç me gishta punë, mos më duk një rahesh. Ja, a di qysh, kur i dhe bashkë është ta mos një trupi për bashkë. E vërtet është. Kur tjena vet, do më thonë, kur të fjona vet, është pak pa, kur tjena mune vet kënosna. S'ka i. Hajde me të përshëndesim, ka s'po foli ma mirë hesh. Enza Homër, që ashtu sikur me marrë, do më thonë, atje me shku me marrë atë rrethin e mirë. Din që është a i ke pat? Pa tavolin, që shtu i bjenë une me fjona. Mos harroni të Enza Homër, ka nërë mobile treja. Po treshi, kusho treshi këtu? Okej. Te Enza Homër keni treshin, dyshin, nishin, kondin, kreti, keni plus e keni tavolinën e mrekullueshme. Shë është një farë tavoline, ja kina lonë emnin arse. Endrit, hajde vish pak. Shkoni lypni që ato. Qa është jo maj. Treshi, dyshi, nishi. Ajo së nishi. Ajo është lompa në koma. Din kështu që është pak se, ajo 2 metra njeri hishmo. E fotelja. Se në këtu, po. Fotelja kush është? Okej. Enza Homër që aglavic sa rova mi ju të regu, alo? Pas ka shkus nga ka prit, ka thonë let folin këta për treshin, dyshin, unë e pithiri. Folim nga ka nërë qështu dhe na kena qep bre me fol ka nërë në radio, pse jo. Poshtë Veternikut kolon deri te rrethi duplex, rruga Agim Ramadani e ngarkuar nga udhëkyçi Menzës te komuna dhe Ana Sjelltas. Pastaj është e ngarkuar, ku është e ngarkuar? Po shihet edhe Bresja e ngarkuar për tek Fush Kosova dhe nga Fush Kosova për me dal atje tek rrethi i Bresjes është pjesë e ngarkuar me kolon. Jo, fion e prita për mes qenë pak ma e ngarkuar sot komunikacione. Mu po mdoket që është pak ma qetë se sa që e prita, për ndryshe me nxeset kanë qenë shumë të ngarkuar në Prishtinë, hyrjet edhe daljet kanë qenë jashtëzakonisht ngarkuar, sidomos Veterniku. Edhe sidomos po është rrugën Agim Ramadani. Ka pas një aksident sot. Çfarë shpedi? Edhe, do më thonë, një aksident të rruga Agim Ramadani. E kish ta blokon Arbrin. Autostradën ta blokon. Në Prizren. Jo, po. Mos më koncentru të me thonë ti. Edhe kish bo kolon komplet qytetin deri këtu që thetit e rrethi Arbris, kolona për shkak të aksidentit të rruga Agim Ramadani. Po qysh këshim bo aksident aty? Çka këshim bo? Qysh ashtu ju ka ardhur ka bo aksident? Unë e adin e poshtë sot për me ke për Veterniku me kolon më ngjas që dita ora 9, se 9 nuk është as shumë kolon. Ke pe i lart Veternikut kolona deri këtu. Kur edha te rrethi duplex që i thomi ishin kon tu i bo punimet për këtë pjesën tjetër, për këtë kyçën tjetër. I shkon mirë, Sokol. Tu i përparimit më aqit edhe një kat rrethit. Atë mos me lën duplex pe bojna triple 4, çush dush. Ç'ti ja dhëni rreth Sokol se nuk e dia ka me mujtë, më thonë gjithë ajo hyrje që po bëj kena. Është e kundërta asojna që po mendoj. Një lajm të mirë. Hajde, ama një lajm të mirë. Para 5 minutave, komuna njofton se është arritur marrëveshje për ndërprerjen e grevës nga pastrimi. Ku ka kryer kjo puna? Pse kamionit i kanë largu para disa ditëve, është pastrua ajo pjesë paktën. Po, pas kanë arrit marrëveshje mes komunës së Prishtinës dhe Këshillit Grevist të ndërmarrjes pastrimi për ndërprerjen e grevës. Edhe po të pjesa kryesore. Se çka? Kërkesa nëse ko kalojmë shumë gjatë, nuk e pas kanë treguar se çka që shtek, po disa prej premtimeve ko kanë arrit, disa prej kërkesave që kanë pas.
Rruga Gazmend Zojmi për me dal në Arbri atje tek Xhambast, po shihet e ngarkuar edhe aty pas ka punime, ani shumë mirë, deri sot punohet, është shumë mirë. Faleminderit shumë Kastriot për mesazhin. Alo, përshëndetje, telefonata Zdina 7 e fundit. Alo, përshëndetje Cim. Përshëndetje edhe për ty, kush na thirr? Ramizi. Ramez, si kalon? Mirë, këtë Allah, ju si. Ç'është ke pas ditën sot Ramez? Mirë, për marak, dita nxehtë si Kosovë. Po më vjen shumë mirë. Edhe në kapë merr në Gjermani. Edhe atje nxehtë, a? Më zvet, veç po vlon. Nuk ka shumë nxehtë sot, 28 është. Sa është në Gjermani? Është dikon 29 gradë. Edhe kur gjos ka mos baj gorën në minova që ka 14 gradë që kesh të rrëzu me tavolinë me mikrofon me kompjutera me krejt. 29 gradë apo vlan? Jo nuk vlan 29. E vok. Hajde Ramis. Nxehtësia e 30 gradë këtu është sa më kon. Ola kështia ori do më shim po. Sa më kon këtu 70 gradë, se toka është asisoj zallin, e ngel nxehtësinë pa mos e ngel. Hajde tregom ti mu, a je aty ku ke dosh? Tjetër nxehtësi më kon 50 gradë në Kosovë e përballon se klima është asisoj. Ona i ka përballu të sa në matmojas, po ta përballojnë 50, mos baj gore. A je aty ku ke dosh? Elhamdulillah pe Allahit, po. Cëla ka qenë pikësynimi jot për me arrit? Me thonë unë du me qenë qëto. Qka ke dosh me arrit? Pikësynimi mi arrit, mirë mi shkollu, mi ratu, edhe dyta në pos një jetë normale, jo ashtu luksuze moderne shumë, po normale. Jo, më pse jo, se s'ko të keqe as pe asoj pune. Ramiz, falenderoj shumë që na ke thirr edhe se po mundohem me marrë një telefonat fundit. Se besoj që pas kum pa kohë edhe deri sot e marrim me pas ditë të mrekullueshme. Deri sot e marrim telefonatën e fundit, domethënë mos harroni me kap ofertën tek Ventoro Motors për juve që doni me u bë me një motor, e keni një super mundësi. Ju që e bleni motorët deri në 125 kubik. Kujdes, deri në 125 kubik e keni një vit derivate gratis, do më thonë shkoni e boni këtë marrëveshjen edhe përfitoni derivate për një vit oj fion, do më thonë dhe e bleni edhe ves për shembull bashkë me derivate për një vit o shpend, s'po kiçka me vish më dërgu, do më thonë po, do më thonë ka gjartnej edhe ndëgjova se një lajm që gjithan dejën shumua ne këne në zlatar ngërmi po thonë që ka shumë gjarpri në përka që është e rrezikshme, është do më thonë është e rrezikshme kjo, ma ka dërgu një video nuk e dia më mja bu pak shështu kujdes ju që do më thonë i doni shumë kujdes në zlatar që të ofër Prishtinës Arjan Mavriqi pas ka publiku një video se pse ka shumë gjarpri në gërmi, kështu që hyri dëgjojeni, unë nuk po moj tash për momentin, po thot disa arsye se pse po shohim kaq shpesh gjarprin. Se vjen në Kosovë. Çka ka thonë? Ngritja ç'është se thërro mos sa djala një thekë ju marr me fotografua, na keni? E kena lënë që s'di sa më dol. A më jo që tash në kohë gjatë neve i ka tjerë? Në asfalt dikon mundësisht. Po, nëse dalim këtu prej Arbris e këshyrim pëm na i zëk që e kapi mirë. Që se kapi më në fiona dalim ciu edhe po i kanë. Shpend faleminderit për videot e mrekullueshme që na i ke dërguar edhe po bëni kujdes. Po, se ka prej atyne që edhe i dojnë shumë, po për ndryshe për ty që si dënëton me konçet, shkot në Swiss Diamond Hotel. Knaqo aty në spa, edhe s'ki nevoj dhe më thonë me u frigu prej gjarpnejve, edhe që shtu ja bën vetës një masazh mrekullueshme. Ape përshëndet komplet këtë popullotën. Faleminderit shumë gjithëve, faleminderit për çdo mesazh që keni dërguar, faleminderit pjesën e dytë që na qenë bashkë me lexuar gjitha ato përshëndetjet edhe përgjigjet e juaja. Kështu që vazhdoni na shkruani nëse s'keni mundësi, jo nëse s'keni, po s'keni më mundësi me na telefonu. Shihemi nesër për ndryshe nëse s'keni mundësi me vazhdu me qenë me neve, ju duam shumë. Jo mos harroni me bo ata që duni me bo gjithmonë me ep shumë dashni. Deri nesër, paqet plot shëndet.